Apo punon ti për pare, apo paret po punojnë për ty. Na jemi rrit të e një gjithmonë, shkolloho, studio, gjeje një punë stabile, rri sigurt edhe puno ketë jetën për një rrogë. Kë është modeli i sigurisë. Po ta them një të vërtetë që shumica nuk e pranojnë kurrë. Shumë njerëz zgjohen çdo mëngjes, punojnë gjithë ditën, lodhen dhe në fund të muajit presin për një rrogë që nuk ja u ndryshon jetën. E kjo quhet jetë normale. Por ekziston edhe një mënyrë tjetër e të menduarit, një mendësi që shumë pak prindër u mësojnë fëmijëve të tyre. Një mendësi shumë më e fuqishme. Ajo të mëson mos më u lidh veç me rrogë, të mëson me kriju mënyra që paret me punu për ty. Sepse dallimi nuk është vetë sa fiton, po qysh ti menon për paret. Kjo është diferenca mes njerëzve që punojnë krejt jetën për një rrogë dhe atyre që ndërtojnë më shumë burime të ardhurave. Modeli i parë tregon qysh me jetu në siguri, tjetri të ndërton liri. Dhe e vërteta është kjo, njerëz të suksesshëm nuk punojnë veç për pare, ata ndërtojnë sisteme që i gjenerojnë ato. E nëse po mendon me fillu edhe ti, mos e prit momentin perfekt. Mundesh me fillu sot me një aftësi që e ke në shkrim, dizajn, shitje apo këshillim, me një ide të vogël online ose me një investim të vogël, hap pas hapi. Dhe mbaje mend këtë, mos jeto vetëm për rrogë, jeto për liri financiare. Për më shumë video si kjo, follow Urbanin në të gjitha platformat dhe subscribe në YouTube.